të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar. Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo trev, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë dritë shprese. Qytetarët e saj priten me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre prej gjenocidit serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si mikpritse. Nga kjo tokë dolën bijtë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në vijën e parë të frontit për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Skënderbej Llagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të ushtrisë shërimtare kombëtare në Maqedoni. Ku edhe ra heroikisht për lirinë e kombit. Emri i tij do të kujtohet përjetësisht si shembull i guximit, atë dhe dashurisë dhe idealit të bashkimit shqiptar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos ngrejmë zërin edhe për 4 udhëheqësit të UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krestigjin dhe Recep Selimin, që mbahen padrejtisht në burgun e Hagës. Ata nuk janë kriminalë, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyllë sytë përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizatë kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përcjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe në çdo cep të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojit Skënderbej Llagami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit të UÇK-s. Rrov Tirana me mikpritjes dhe bashkimit kombëtar. Rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria.